Kur Zoti vendosi të prishte kullën e Babilonit, ka qenë një profet që quhej profeti Nemrod. Nemrodi duke prishur kulla e Babilonit, prishte gjuhë e Zotit, gjuhë e parajsës që quhet ndryshe, dhe me njerë pas prishjes kullë e Babilonit ne kemi gjuhët e tjera të gjitha janë botë. Gjuhën e parajsës nuk e dim cila ka qenë. Ka qenë një profet që quhej Nemrod. Ai donte Nemrodi të mësonte papagajve gjuhën e parajsës. Me qëllim që kjo gjuhë, kur të mos ishte më, ta flisnin papagajt. Shkrimtari ka papagallin e tij, prej letre të bardha, prej pendësh të bardha që është libri i tij. Ne mendojmë nëpërmjet librit që kur mos jemi më në botë, libri bëhet papagalli ynë. Thot ato që nuk i kemi thënë dot më. Nga ana tjetër, çdo libër, ne dimë që çdo libër thuhet si një tekst. Është një tekst ose një tekstur, është një lloj qilimi. Në çdo libër, lexuesi shikon tekstin, shikon qilimin përsipër tij, motivet, dragojnë që vendose përsipër qilimve, vizatimet, motivet e tjera, kurse autori vetë e shikon librin nga poshtë qilimit, ku janë thirrur, ku janë thurur, fijet janë këputur gjatë tij. Dhe autori e di më mirë kush është, pjesa më e rëndësishme e qilimit është pjesa e poshtme dhe jo që duhet pjesa e sipërme. Ky është një libër. Libri drejtuar lexuesit nuk ka mesazh. Libri duhet të jetë një masazh. Pra është një masazh për librin. Pse? E gjithë letërsia shqipe, për mua me fjalë, në këndvështrimin tim, është një letërsi sociologjike, historike, e mbushur me mesazhe dhe qëllime. Në fakt, të gjitha ato që ne i quajmë mesazhe, qëllime, janë thënë në botë. Bota është tmerrësisht e vjetër dhe tmerrësisht e hershme. Të gjitha ato që ne i quajmë mesazhe, qëllime, ide, mendime, ja thanë që të mitet e largje grek. Mënyra se që bën të veçantë një libër stili i tij, është ajo që unë e quaj masazhi. Do të thotë ti bën lexuesi kur e lexon, ndjen një kënaqësi të jashtëzakonshme shpirtërore, sigurisht në një banjë, sigurisht në një sauna shpirtërore me fjalë. Dhe nuk janë të rëndësishme, domethënë me zë. Sepse për mua letërsia shqipe është e mbytur në qëllimshmërinë, në historicizëm dhe në dialektik. Sokrati kur flet për poezinë, flet një poezi profetike, që lëshon popla fjalësh, që e sugjestionon lexuesin, që e llaftaris dhe e mahnit atë, që nuk e kupton, s'është nevoja ta kuptoj. Duhet ta ndjej ose ta ratiset ose t'ja mbat me vrap. Në fakt, shkrimtari për mua duhet të lërisë ato që quhet shtresa të ambiguitetit. Nëse lexuesi e merr që me leximin e parë, ato që quhet kuptim, mesazhe, qëllime, ide, ai nuk i kthehet më librit. Nuk i kthehet më, libri bëhet flakët. Ndërkohë që vetë shkrimtari me qëllim duhet të rrisë 2 kuptimsinë, 3 kuptimsinë e frazave, skenave, aty duhet ta marrë shumë, po mund të jetë ashtu, mund të jetë shumë. Shembulli më tipik për këtë është vetë Kafka. Në librat e tij Kafka me fjalë është i jashtëzakonshëm dhe merita është te ky ambiguitet, te kjo dykëmsi. Çfarë është për shembull kështjella, çfarë janë tregimet e tij? Ne domethënë kam me dhjetra qindra interpretime. Janë më shumë libra të shkruara për Kafkën se sa çka shkruara ai vetë libra. Dhe kjo vjen nga ai them unë, sepse librat e tij bën të pakuptueshëm, bëjmë ambig, të disa kuptimshëm. Po marrin fundin e librit, e grushen me fjalë e vrasin një tufë bletësh. Libri për mua është i ndërtuar me fjalë mbi luftën midis kaosit dhe rregullit. Kaosi i përfaqësuar nga flutrat dhe bletët si modeli i rregullit. Janë bletët tani që e vrasin personazhin kryesor, nuk e vrasin njerëzit. Kjo tani mund të interpretohet në disa mënyra. E para, rregulli vret kaosin. E dyta, vetë bletët janë amazonat e hershme. Kemi pasur një mbretëri grash dhe nga kjo mbretëri grash të vetme që e kanë trashëguar janë bletët. Janë mbretëri femrash. Jashtë femra me fjalë që e vret mashkulli. Po kështu, pse e vret? Sepse një vetë njerëzit mund, do të thënë shtres tjetër ambiguiteti. Njerëzit janë të paftë, të zhdukin të keqen. Dhe kërkohet një faktor tjetër jashtëm. Janë disa zhvendosje të cilat mund të marrin interpretime të ndryshme, kupton? Dhe unë kam me qëllim të tilla, në fjalë që ta interpretoj lexuesi.